Truku si të dalloni nëse djathi që blini është natyral ose me nisë shte. Djathi është padyshim një nga produktet që nuk mungon asnjëherë në tryezën e çdo familje shqiptare. Në tregje, konkretisht në pikat e bulmetit gjenden djathtra të llojeve të ndryshme, djath dhije, djath lope, dele ose edhe zona të ndryshme të vendit, sipas të cilave varion edhe çmimi. Por sa cilësor është djathi që ne blem në bulmetore ose në baxho të ndryshme të vendit? Nuk janë të paktat raste kur djathi tregohet që mund të jetë i falsifikuar dhe mund të përmbajë sasi të mëdha të nisë shtesë. Por mund ta dalloni atë me një mënyrë natyrale. Mjafton që secili prej jush përpara se të blejë sasinë e duhur të djathit, që lloji që preferohet të blejë më parë, duhet të marrë jo më shumë se 50 gram, ta çojë në shtëpi dhe të përdorë 3 pika jodi, duke hedhur në të. Nëse pikat e jodit errësohen shumë, atëherë do të thotë se djathi është i përgatitur me sasitë e lartë të nisë shtesë. Kjo është një teknikë që përdoret edhe nga ekspertët për të dalluar cilësinë e djathit.